A kanë shumicën këta? Ku e kanë shumicën? Ku i kanë 61 vota? Është e pa precedent sepse situata që ka kriju lëvizja vetëvendosje është e pa precedent. Sepse këta vetë e kanë miratu ligjin për qeverin pa votat tona dhe në atë ligje kanë shkrujt vetë që s'munët kryeministri dhe ministra dhe antarët e ekzekutivit me u betu si deputet. Është çështje shumë e thjeshtë. Logjika e këtyre me shkel kushtetutën me çdo kusht është logjike cila s'duhet me kalu në kuvendin e Kosovës. Nuk mundën me ardhë dhe me imponu vullnetin antikushtetus. Ka kalu kjo ku. 4 vite e kanë shkel kushtetutën çdo javë çdo muj. Është dashur me i çunë në gjykatën kushtetuse këtë vendimet e tyre të paligjshme kundër kushtetuse. Nuk do të lejojmë me fillu kjo legjislaturë e re me shkelje kushtetuse. Me logjikën e Albin Kurtit, këtu do duhet me qenë edhe kryetarët e komunave. Me këtë logjikë edhe Bedri Hamza do duhet të ishte këtu sot deputet. Edhe këta kryetarët e tjerë të komunave që kanë qenë ngare që janë zgjedhur. Por ata e kanë respektu kushtetutën dhe ligjin dhe kanë dhënë dorëheqje para se mu certifiku rezultatet. Pak që e kanë shkel ligjin kur janë certifiku rezultatet, po sot nuk mundën me dhonë betimin. Zoti Kurti le t'jap dorëheqje. Është shumë e thjeshtë. Ka me shkru një letër me thonë jap dorëheqje prej pozitës kryeministrit, bashkë me ministrat që edhe ata duhet me thonë dorëheqje, dhe mundet ma ardhë pastaj me u betu si deputet. Edhe kryeministër, edhe deputet, është jo kushtetuse. Lëvizja vetëvendosje e lista sërbska kanë votua bashkë në komision 2 jatë pro raportit. Dhe ju keni edhe përfaqësuesin kryesuesin e këtij komisioni tha, 3 parti kanë votu kundër, kanë votu bashkë me listën sërbska në komision pro. A janë prish rrugës, a kanë pas mosmarrveshje? Unë nuk mund mi marë si të mirëqena spekulimet e antarëve të ish qeverisë dhe qeverisë aktuale që thujnë i kemi kaq vota, i kemi aq vota, po këto janë çështje tyne. Nuk japet dorëheqja në KSZ, dorëheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se shky kuvendi ka zgjedhë herën e kalume. Nuk është dorëheqja ajo zotni. Ju mundi mi thonë çka dëni, por nuk është dorëheqje. Dorëheqja është unë filon fisteke, jap dorëheqje nga pozita kjo. S'ka si letre, kjo është dorëheqje. A kanë shumicën këta? Ku e kanë shumicën? Ku i kanë 61 vota? Që sot ditë po thonë që e kanë 61 vota, kanë me zgjedhë kryetarën e kuvendit, që kanë me zgjedhë qeverinë. 52 edhe 61 janë nën vetë ma pak. Për menimin tam, problemin kryesor ta se kanë pse dështoj kjo. Problemin kryesor se sot u po që Albin Kurti dhe vetëvendosja e kanë 52 vota. Kjo është fuqia aty në politike aktuale.